Të dashur qytetare dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë, në agjendë kushtuar problemeve tuaja, por kjo është hipokrizia më e madhe e tyre. Cili do që pat fatin të ndjek lajmin e censuruar në mënyrë të padenjë nga mediat e kontrolluar nga Edi Rama, në të cilin shqiptar të diasporës në Irlandë, emigrantar, e zhveshen lakuriq në kuptimin figurativ kryetarin tuaj të parlamentit. Dhe i thanë, ne jemi këtu se villni ju. Ne marrim rrugë të botës. Dëgjoni lajme me zë me figurë. Se ju villni. Dhe më keq se kaq. Jo vetëm villni, por ju mbroni hajdutët. Ju blokoni prokurorët. Si të blokuat në rastin Balluku. Ne ikim dhe vetëm ikim nga një tokë që është bërë tashmë për ne. Nga e bekur në tokë e mallkuar. Sepse ju villni. Sepse ju, në vend se një ditë të kthehi në njeri, bëni aktin si ai kriminali dje që shtypi dy engjuj dhe ambathi e i la aty pas një ndim. Dhe ti duhet thoshe se ai ishte një njeri i përgdhelur i pushtetit. Pra edhe ju e shihni që ajo vjedh, e shihni që vetëm kontroll në fundit, dhe kontrolli që është bërë para 5 ditësh. A e dini ju se Sokol Balluku me thondrin e tyre, Arber Balluku, me të gjithë sojnë që u kontrolluan, a e mund dhe shu që bëj fjalë për të pakten 80 milion euro në kërkim të grabitura për i tyre dhe ju e mbroni. A e mund dhe shu? Atër, qa seancë bëri ju për halët e qytetarëve, kur a i thoshte, ne ikim marrim rrugë të dheut, se ju villni dhe s'lini gjest, s'krijoni asnjë mundësi. Ju, jo çdo njeri për ju, nuk them, por në tërësi meritoni mbi emrin Balluku. A nuk është ky Enea Balluku, më thoni mua, i cili pret çdo ditë shtrigën e korrupsionit, lubin, për të rregulluar letrat, për të falsifikuar. Më thoni pak, si mund të flisni ju për hallet e popullit, edhe organizoni edhe seancë? Si mund të flisni ju, kur jeni e vetmja qeveri, e vetmja qeveri në Europë, e cila në kulmin e çmimeve të naftës dhe gazit, ju hiqni fshatarëve subvencionin për naftën. A ka cinizëm më të madh se ky? A ka akt më të papërgjegjshëm? Kjo është një politikë jo vetëm e falimentimit të fermerëve, por e shpopullimit, largimit tyre. Shqiptarët e din mirë se një nga mjetet e largimit tyre nga fermë, nga toka e tyre është nafta. Nafta që zblihet dot. Dhe me krah, me parmen,
nuk ja dalin dot. Ndaj dhe ata nisen, ju vildni, kurse ata marrin rrugë të dheut, Irlandën, Australinë, Norvegjin, Alaskën, vendet më të largëta. A ka mundësi, si ka mundësi, që në kulmin e shtrejtimit të naftës, ju thoni atyre se ja u hoqim edhe subvencionin e naftës. Subvencionin të cilin e ka të gjitha vendet për rreth. E kanë të gjitha vendet europiane. Lexoni, e shet me 1500 në pompë Macedonia. Po fermerëve e au jep një çmim ndër 1000. Po kështu Kosova, po kështu Serbia, po kështu Gjermania, po kështu çdo vend europian. Kurse kreu i juaj, dele u thot se ka hequr Europa këte, ka hequr, i thoshte një fermeri, në një kohë kur Europa ka dyfishuar. Dhe këta fermerë të tjerë përveç shqiptarëve marrin 100 milion taksa nga taksat e fermerëve europian, ndim nga IPARD-i, kurse ju i morët e i vëllë të gjitha paret e IPARD-it dhe i privuat fshatarë shqiptarë nga 130 milion euro, të vetmit në rajon që s'marrin dot nga IPARD-i. E dini ju këta apo jo? E dini sigurisht. Por ju jeni ballukër. Shumica juaj, jo të gjithë, s'mund të them se është. Ju jeni ballukër. Ju jeni ballukizuar. Absolutisht. Si mund të flisni ju? Edhe do më fali, do ta përgëzoj. Janë një 2-3 aty në ka 2 parti socialiste që nuk e pranon Lubin. Të kenë burit, thonë kanë bërë gjest shumë të mirë. Sepse absolutisht nuk e bëj për diversion, por e bëj për t'i lavdruhe. S'pranohet ajo. Ajo nxirret jashtë kudo që është. Një e cila është simboli më i urryer i hajnisë shtetërore, i abuzimit shtetëror. Dhe kreu i juaj, për një jave, për ca ditësh, merë në dorë dosjen Kraksi. E morët vesh ju, dhe mikët mi italian me pyesin, çfarë do kjo dosjen Kraksi? Me ca pyetje shtesë. Kraksi është socialisti që ja mbathi pasi vodhi dhe u instalua në Tunizi, po e dini mirë ju. Edhe këto vizitat e tij në vendet e gjirit, duaj se kanë të njëjtin kuptim. Çfarë i duhet dosja Kraksit? Më thoni mua ju, si ka mundësi që ky të marrë dosjen e Kraksit, tani më thoni pak. Ka mundësi, sepse e din që është në rreth të kuq. Është në rreth të kuq nga shqiptarët. Shqiptarët nuk da falin atë. Është absolutisht i pa shpresë. Është bërë famoz. Aktet e tij janë bërë tashmë të njohura në mbar botën. Dhe ju thoni se po e turproni Shqipërinë, se po e demaskoni e dira, po e denonconi. Po e turproni ai vetë njeriu Shqipërinë dhe çdo gjë me vjedhjet e tij, me qëllimin e tij cinik ndaj fermerëve shqiptar. A keni ju në zonat tuaja fermer? Nuk keni, sigurisht. Se po të kishit, ju nuk shonit parlamentin pa ul naftën. Ju nuk shonit parlamentin pa shtu fondet. Pa shtu fondet për vaditje. Pa ndryshuar sistemin fiskal. Po për ju, ata nuk ekzistojnë. Po kjo do të thotë të silli si fuqi koloniale ndaj qytetarëve, ndaj fermerëve. Dhe rrini lajme, miliarda këtu, miliarda aty.
A ju kujtojnë ju miliardat e Shellit? Ju kujtojnë ju se do krijon të fondin e madh të investimeve si Arabia Saudite? Sado unë thash këto gjëra, po ju nuk keni zgjedhës. Ju i keni qytetarët vetëm për t'i vjedhur dhe për t'i larguar nga Shqipëria, ashtu siç e thanë emigrantët në Dublin. Niko Peleshti, po pse çoni atë? Mos shkoni të paktën. Mos dini se jeni krejtësisht të konsumuar. Jeni të turpruar. Nuk do të shohin. Fjala për zotin Braçe, të përgatitet zoti Kılliçi.